Gjesti rikthehet pas heshtjes së gjatë dhe prek zemrat me mesazhin për DJ Gimbon. I drejti gjithmonë fiton. Pas një periudhe të gjatë mungese në rrjetet sociale, gjesti është rikthyer papritur me një reagim që ka prekur shumë ndjekës dhe fansa të Big Brother VIP Albania. Pa paralajmërim, ai ka publikuar një video në Insta Story, ku shihet duke ndjekur spektaklin, me vëmendjen e përqendruar te shoku i tij i ngushtë, DJ Gimbo, i cili aktualisht është pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Pamjet shoqëroheshin me një mesazh të sinqertë dhe emocional, ku gjesti shprehu hapur mbështetjen e tij të pakushtëzuar për Gimbon, duke treguar se miqësia dhe besimi mes tyre mbeten të forta, pavarësisht distancës dhe kohës. Në mesazhin e tij, ai vlerësoi gjithashtu opinionistin Arber Hajdari për qëndrimin e drejtë dhe të balancuar ndaj situatave të fundit në shtëpi, duke theksuar rëndësinë e së vërtetës dhe drejtësisë në një lojë kaq të vështirë. Opinionisti më i drejtë është Arber Hajdari. DJ Gimbo, me ty jemi. I drejti gjithmonë fiton, nëse jo çmimin e fiton dashurinë. Kjo është më e rëndësishmja. Ju dua të gjithëve, shkroi gjesti me fjalë që u ndjen të sinqerta dhe të ardhura nga zemra. Ky reagim vjen në një moment të ndjeshëm për DJ Gimbon, pas diskutimeve të shumta brenda shtëpisë, ku është aluduar se ai mund të jetë bërë viktimë planeve të fshehta nga Selin dhe Miri. Mbështetja publike e gjestit shihet si një forcë morale për shokun e tij, duke i dhënë kurajo për të vazhduar i fortë në lojë, pavarësisht presioneve dhe padrejtësive. Fakti që gjesti ka zgjedhur të flasë pas një heshtjeje kaq të gjatë bën këtë mesazh edhe më domethënës. Ai nuk reagoi për zhurmë, as për vëmendje, por për miqësinë, për të vërtetën dhe për drejtësinë. Në një lojë ku strategjitë dhe interesat shpesh marrin përparësi, fjalët e gjestit kujtojnë se mbi çdo çmim, mbi çdo fitore, qëndron mbështetja njerëzore dhe dashuria e sinqertë. Dhe ndonjëherë kjo është fitoria më e madhe. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thot të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.